Ndërkohë vetë bashkitë, dita ditës, janë duke luajtur një rol të ri territor, nga aktor pasiv ekonomik, në menaxhues të ardhurave vendore, përgjithsisht, por patjetër të granteve që vijnë nga qeveria qendrore, kalimin e tyre në një aktor aktiv ekonomik, ku ato janë të përfshira në sipërmarrje të ndryshme, ku mund të jenë vetë themelues dhe në pash bizneset bëhen pjesë, por patjetër ato i bashkohen edhe nismave që vetë bizneset kanë për të krijuar, jo thjesht shkallën, por mbi të gjitha për të krijuar një ekosistem më të shëndetshëm për vetë bizneset. Kuptohet që nisma parashikon që bashkitë duhet të kenë jo më shumë se 25% aksioneve në këto sipërmarrje dhe momenti që bashkitë kanë këtë threshold, patjetër që dhe këto sipërmarrje mund të jenë të përfshira për të financuar, për të zgjeruar dhe për të zhvilluar aktivitet ekonomik në shkallë më të gjerë në territor nëpërmjet një mekanizmi. Kryeministri e përmendi me drejt paketën e maleve dhe ajo çfarë mund të jap në fakt si një të dhënë e cila është fakt, ka disa tipologji aplikuesish për paketën e maleve. Dhe patjetër një ndër to që në fakt duket dita ditës që është një numër i konsiderueshëm, janë ata të cilët duan të zgjerohen me atë sipërmarrje që kanë krijuar, që mund të jetë në fushën e agroturizmit, mund të jetë në fushën e përpunimit etj. Me radhë, por përgjithsisht janë bizneset të cilat kanë konsoliduar sipërmarrjen e tyre, aktivitetin e tyre dhe duan që të përdorin paketën e maleve duke përdorur të gjithë facilitetet që jepen, sidomos në marrëdhënie me pronën, që të vazhdojë të zgjerohen, nëse është një hotel të shtojë kapacitetet apo të ndërtojë një hotel të ri pranë atij të